Në prag të muajit të shenjtë të Ramazanit, kryetari i Bashkisë Pogradeci Ilir Xhakolli priti një takim me ftiun e Pogradecit Amik Mahmutlari, si dhe imamët e 2 xhamive të qytetit, Dritan Shao e Mirel Mazelli. Gjatë takimit, kryebashkiaku Xhakolli u përsolli urimet e përzemërta për një muaj të begat, të paqë dhe agjërim të pranuar tek Zoti për gjithë besimtarët mysliman. Biseda u fokusua edhe tek problematika të ndryshme në qytet dhe në fshatra, si dhe në disa punë që kërkojnë ndërhyrje emergjente apo projekte madhore. Në shenjë vlerësimi, Myftiu i dhuroi kryetarit bashkisë një botim kushtuar xhamive dhe historikut të tyre në rrethin e Pogradecit, ndërkohë kryebashkiaku njoftoi të pranishmit për vendosjen e simboleve të festës në ai qytet, duke u zotuar se vitin e ardhshëm ato do të shtrihen edhe më gjerë në të gjithë territorin e qytetit. Këto janë përfshirë xhamit aktuale, historikun që kanë patur ndër vite dhe aktualitetin e vitit deri në momentin që jemi. Një muaj i mbarë me zemër të mirë. Na ndihmon Zoti të gjithë. Zoti ja pranon të gjithë atyre që